mirë se erdhe në një tjetër video në kanalin tim. Sot do të kemi një video haul, dhe një haul jo nga një website çfarë do, por nga Bear Look. Dhe Bear Look është website im, nuk e di, më i preferuari nga tërë website-et çfarë ka për sa ju përket rrobave të banjos. Truporeve, rrobave të banjos janë fantastike. Kështu që nuk do ju shgënjej me këtë video, kam zgjedhur veshje që t'i bëjnë pak barkut tim. Kështu që kam zgjedhur besoj 2 pa rroba banje, 2 palë trupore dhe një fustan. Nuk e di, nuk e mbaj mend se ka shumë kohë që i kam postuar, i kam çfarë thuhet, porositur. Në fakt, kjo është një video bashkëpunim, sepse Bear Look më shkruajti dhe unë kam bërë shumë bashkëpunime me Bear Look dhe të gjitha janë fantastike. Rroba banjet që kam marrë tek Bear Look, për shembull truporet, i kam veshur edhe si bluza sepse janë vërtet që të mbledhin, nuk është se janë cope lirë, janë elastik, janë shumë të mira. Edhe tek Bear Look kam marrë edhe rrobat e palestrës fantastike. Kështu që do më duhen pasi baby të dali jashtë që të shkoj në palestër, dhe me siguri që do kemi edhe një haul me rroba palestre edhe një herë, mbase një numër pak më të madh se këto që kam që të më bëjnë derisa të vi mbase, inshallah, shpresoj, nëse do ndodhi ndonjëherë prapë në format e mia. Kështu që tek Bear Look përdorni kodin që unë po ju le këtu poshtë edhe të merrni gjërat shumë herë më lirë. Më besoni, ju e dini shumë mirë që kur unë bëj haulet, edhe pse me një buzëqeshje në fytyrë, mendimin tim të vërtet dhe kritikat i them. Kështu që për këtë Bear Look nuk kam pasur kur kritika në asnjë video, të shohim se si do jetë sot. Kështu që le t'i futemi punës. Okej, Bear Look dërgon në të gjithë botën. Kështu që mund të porosisni nga kudo. Është website shumë i sigurt dhe shumë vite në treg, kështu që mos keni frikë të jepni të dhënat tuaja. Dhe vinë të paketuara në këtë qesen e kompozueshme, shumë e bukur që mund ta përdorni edhe për gjëra të tjera. Dhe çdo gjë po ashtu, shikoni, është shumë mirë e paketuar. Edhe këtu është edhe kjo letra me të gjitha zgjedhjet që unë kam bërë, truporet. Okej, pas kam marrë 2 trupore, 2 pa rroba banje dhe një fustan, siç edhe e thash. Dhe në rast se produktet nuk ju pëlqejnë dhe nuk ju bëjnë, mund t'i ktheni në çdo lloj kohe që ju të doni, pra transporti është falas. Ja kur kemi paketimin, pra Bear Look. Okej, dhe le pa hapim. Kemi 2 produkte dhe le t'i marrim një nga një. Produkti i parë, fustani im i verës. Çfarë mase kam marrë? Kam marrë masë small dhe është fustan për në plazh. Atëherë po shikoj që ripat janë me ngushtim edhe me lirim, gjë që më pëlqen shumë, sepse unë nuk kam shpatulla shumë të mëdha. Këtu keni një lidhje që nëse doni e hapni, tregoni pak më shumë dekote, dhe nëse doni e mbyllni. Fustani është shumë i lehtë dhe për në verë besoj do ta vesh pafund, dhe po shikoj që nga shumë i lirshëm, kështu që sado që të më bëj barku, besoj që do më bëj punë. Ngjyra pastaj shkon tek mustarda, që është ngjyra e verës, dhe çdo gjë vjen me etiketë, vjen me paketim shumë të mirë, siç e shikoni, nuk janë produkte që ju i shikoni në foto, edhe qepen si nga këto rroba që si 5.000 lekëshe. Copa ndihet shumë e bukur dhe unë po e shikoj që madje ka këtu tek pjesa e gjoksit, ka madje edhe astar, që nëse do jetë e mundur mos të vishni recipeta. Që le ta provojmë para se t'i flasim shumë dhe le ta shikojmë se si meri në trup. Dhe ky është fustani ngjyrë lemon. Prej ta ul kamerën që të ma shikoni më mirë këmbët. Po e vendos edhe një kapele dhe jemi fiks për të shkuar në plazh. Atëherë fustani është në fakt pak i lirshëm këtu. Anash po besoj për në verë edhe për cover, si për
robobanjeve është shumë i mirë. Mua më duket sikur të ta vesh këtë fustan gjithë verën, sepse këtu ka vend sa të duash për një bark baby, por jo vetëm për një bark baby, edhe kështu e keni shumë veror, është shumë i bukur, është shumë i lehtë dhe shiko sa bukur kombinon me një kapele. Mua më duket vetja vërtet si një plazhiste, tani thjesht më duhet që koha të ngrohet edhe të shkojmë në plazh. Unë pjesën e parë të videos e kisha të xhiruar, më përpara pjesën e dytë e kisha fshirë pa dashje, prandaj edhe tani flokët janë një çik më ndryshe se kur e prezantova fustanin dhe po e bëj edhe një herë. Nuk e mora fustanin në Shqipëri se nuk kisha vend fare në bagazhe, por tani që po e shikoj edhe një herë po pendojmë sepse atje, nëse koha nuk është e mirë, gjithsesi nuk do ta kisha veshur, po kur të shkoj në ndonjë plazh tani, se tani do shkojmë edhe një herë në plazh nëse s'kam bërë fare plazh këtë vit, duhet ta marr me patjetër sepse është shumë i lehtë, është lino, besoj që është lino. Një material fantastik dhe pastaj mos flasim për ngjyrën dhe për dizajnin. Kështu që përveç pjesës që këtu rri pak i gjerë, që mund ta ngushtoj pak këtu në anë, çdo gjë tjetër është fantastike. Kështu që do t'i jap 9 nga 10 për këtë shkak këtu. Pjesa tjetër pastaj është shumë e bukur dhe shumë e rehatshme. Produkti 2. Atëherë gjithmonë kisha dashur një palë trupore, roba banje, bari të bardha. Pse do thoni juve? Sepse kur nxjesh në verë, e bardha të nxjerr fantastike dhe unë mendoj që e bardha është shumë elegante, shumë fine në plazh, sidomos kur edhe merrni një ngjyrë në lëkurë, kështu që shikojeni se sa të bukura. Atëherë, besoj keni parë kudo nëpër internet dhe Berlog vjen edhe me etiketën e tyre, që do të thotë është një cilësi shumë herë më ndryshe dhe siç e shikoni, materiali është fantastik. Tani ta shikojmë, inshallah më bën në trup, po besoj që po. Dhe siç e shikoni, e adhuroj edhe faktin që këtu poshtë nuk ka kështu kopsa, susta, fare, në mënyrë që mos të keni fare frikë që mund t'i lirohet ndonjë kops. Atëherë, modeli është shumë i bukur me kurizin komplet të nxjerr edhe me pjesën e dekoltes këtu pak të thellë. Kështu që, le ta provojmë në trup dhe le ta shikojmë. Atëherë, ky është badi i bardhë, po e vesh me një këmishë se më vinte pak turp. Pjesa sipër është shumë e bukur dhe mund ta veshësh edhe me një pal pantallona ose me një bluzë shumë bukur. Ja si rri edhe mbrapa. Edhe pjesa e mbathjeve është e super plot. Kështu. Unë duket edhe në qik barku. Edhe është një bari shumë e bukur, e gjitha streqi ta mbledh trupin edhe mbaroi. Kështu që është vërtet shumë e bukur, jam shumë e lumtur që e kam bler dhe ja jap pa frikë të gjitha 10-tat, 10 nga 10 do thea, të gjitha pikët 10 nga 10, edhe tek pjesa e recipetave. Nuk ka nevojë për recipeta, nëse doni që t'ju mbledhi më shumë, e shtrëngoni pak më shumë këtu, po unë doja çik të lirë se më merrte frymën, edhe nuk ka kështu mbushje brenda, është super e bukur dhe kjo pjesa e dekoltes pastaj është fantastike. 10 nga 10. Shkojmë te produkti tjetër. Okej, 2 produkte ikën dhe deri tani çdo gjë shumë mirë, unë jam shumë e kënaqur, le të shikojmë produktet e tjera. Pra, të paketuara në mënyrë perfekte nga Berlog dhe duhet të kemi trupore, roba banje. Një pak trupore, dy pak roba banje. Okej, le t'i marrim një nga një. Okej, e bukura është në Berlog që mund t'i porosisni roba banjet veç e veç. Pra, recipetat veç, edhe të poshtmet veç. Dhe unë mendoj që i ka marrë extra small pjesën sipër, sepse mendoj që edhe pse për shkak të shtatzanisë mbase kam marrë një numër pak më të madh të gjoksit, prap nuk është se kam shpatulla apo gjok shumë të madh, dhe shkova për këto robobanje ngjyrë verdh, ngjyrë mustard, sepse mendoj dhe jam shumë e sigurt që këtë vit kjo ngjyra do jetë ngjyra e verës, edhe nuk është shumë e errët, nuk është shumë e qelet, kështu që edhe kur të nxjiheni do dukeni fantastike. Këto është modeli, janë me ripa fikse. S'keni nevojë as t'i ngushtoni, as t'i lironi dhe si të shikoni janë shumë elastike. Dhe mendoj që do të duken bukur me këtë prerjen këtu në mes.
Të poshtmet pastaj, shkova me një palë extra small i pas ka marrë dhe këto. Okej. Jam shumë optimiste që do më bëjnë. Me një prerje kështu pak të lartë, pra 3 këndshë, sepse më pëlqen. Të pasmet këtu nuk janë braziliane shumë, sepse ne do shkojmë në Shqipëri dhe unë do jem dhe me vjerën edhe me burrin edhe nuk të doja që të dukesha shumë e tepruar, kështu që mora këto formën kështu dhe më pëlqen shumë që edhe mbrapa vjen si 3 këndshë. Si që shikoni, aty është edhe etiketa e Berlock, të gjitha janë të shkruara këtu edhe si ti lani, edhe si ti vishni, edhe që janë të riciklueshme dhe këtu duket cilësia. Po e provoj këto me shpresën që do më bëjnë. Nëse jo, thjesht po ju tregoj foton, sepse i kam marrë extra small të poshtmet. Tani me barkun që kam unë, vështirë. Okej, le t'i provojmë, le t'japim mendimin tonë. Rroba banjet e para, si ju duken? Atëherë, mua më pëlqejnë, edhe pse janë masa extra small, pra dukem shumë okej. Në base i porosita kur akoma isha pak më e vogël për sa i përket barkut, ose nuk isha fare, dhe mendova që do ishte një zgjedhje mirë. Si ju duket, po largohem pak se jam në siklet, edhe mbathjet janë shumë normale, po ashtu dhe para, ndërsa pjesa e recipetave po ashtu duket shumë nice, më pëlqen shumë, edhe nuk është e tepruar. Mbase ju që keni shpatulla pak më të mëdha do ju duket pak më bukur. Unë mund t'i shkurtoj pak këto ripat, vetëm pak, por pjesa tjetër është 10 nga 10. Si ju duket? Do e vishnit juve si shtatzana këto? Apo jo? Kompleti tjetër i rroba banjeve janë këto rroba banjet e zeza. E zeza nuk është kur mjaftueshme. Unë kam marrë për këtë verë edhe rroba banje të tjera të zeza, por it's never enough. Kështu që shikoni, këto janë rroba banje, çfarë mase i kam marrë këto? Pra do kam shkruar për extra small, në? Po. Extra small dhe më pëlqen shumë sepse duket që kanë një mbështetje shumë të madhe këtu te gjoksi, siç e shikoni, komplet pjesa është elastik. Edhe kjo prerja këtu para më duket shumë fantastike. Janë me mbushje, jo mbushje të madhe që shtrëngojnë, pra jam shumë e sigurt që edhe gocat që nuk kanë gjoks këtu do duken shumë bukur. Për sa i përket të poshtmeve, prap shkova me një palë të poshtme të plota, por me pak prerje këtu tek beli, dhe këto i kam marrë masa small, jam treguar me zgjuar. Siç e shikoni janë shumë të bukura, mbase duken më mirë këtu. Dhe janë të plota dhe shumë elastike dhe materiali nuk ka të bëj fare. Këtu kemi dhe këtë pjesën e higienikës. Janë material shumë i mirë. Po i provoj në trup dhe le t'i gjykojmë. Rroba banjet e zeza janë shumë okej për gjoksin tim të mëparshëm, po jo për këtë këtu. Në më shtrëngojnë aq shumë, gjithsesi çfarë mase ishin këto? Ishin extra small. Kështu që ju merrni masën tuaj ose më të madhe nëse jeni shtatzanë. Pjesa e të poshtmeve është shumë e bukur, më pëlqen ky detaj këtu. Baby. Edhe nga mbrapa janë po ashtu të plota. Më vjen pak turp të kthehem. Prita vesh këtë këmishën. Ashtu dhe. Janë shumë okej. Pjesa mbrapa është po ashtu shumë e plot. Nuk është e vogël, kështu që si ju duket? Nuk më besoj që edhe pak edhe shkojmë 7 muaj. Edhe 2 javë hymë në muajin e 7. Pa besueshme. Gjithsesi, rroba banjet janë shumë të mira. Injorojeni faktin që nga shtatzania dhe nga hormonet, gjoksi nuk di më ku të shkoj për mua, se unë s'kam pasur fare. Kështu që mua më pëlqen kjo prerja këtu e bukur, më pëlqen që nuk janë kështu janë shumë elastike, pra dhe mund t'i ngushtosh, mund t'i zgjerosh si të doni juve, kështu që unë ja jap dhe këtyre 10 nga 10. Injorojeni faktin që mua më rrin pak të vogla tani për shkak të shtatzanis, por edhe për këtë gjë pra më rrin shumë mirë. Kështu që 10 nga 10. Produkti i fundit që në foto duket një masterpiece, pra një pjesë perfekte. Çfarë mase e kam marrë? Te kam marrë masa small, më duket pak e madhe, po ndoshta është dhe mirë për pjesën e barkut. Siç e shikoni, prerja është e plot këtu poshtë, nuk është se, por edhe është e lartë, pra vjen komplet deri lart deri tek pjesa këtu, gjë që më pëlqen shumë.
Më pëlqen shumë pjesa para e gjoksit, sepse më duket, shikoni ka edhe këto telat që ta mbajnë tamam formën e bukur dhe mbrapa është pastaj një lidhk edhe kuriz i hapur. Si se shikoni këto ripa këtu mund t'i shkurtojmë, mund t'i adjestojmë. Edhe le ta shikojmë se si më ri në trup. Atëherë jam shumë e lumtur që masa small më ri pak e madhe. Mirë, po këtu poshtë më ri perfekt tek pjesa e barkut. Kështu që po largohem pak sa t'ja tregoj pak shpejt, se ndiem në siklet që t'ju tregoj pjesën e shalve dhe do doja që këtë video ta kisha bërë në plazh, por duke qenë se do iki në Shqipëri dhe më duhet ta bëj para, nuk do i marr të gjitha gjërat me vete, sepse s'kam vënë, kështu që më duhet ta bëj tani edhe t'ja tregoj. Kështu që mos më gjykoni. Ja, kështu duken, shumë të bukura, shumë praktike dhe mbulojnë çdo gjë këtu mbrapa. Kështu që unë nuk e di se sa të bukura janë, do t'i vesh mbase edhe me një fund dhe do ngjajnë fantastike. Ja, më thoni mua, a nuk është e bukur edhe për ta veshur si bluzë? Unë e adoroj. Të gjitha produktet e Berlock për mua kanë një pamje fantastike, një material super cilësor edhe duken 1000% si në foto. Kështu që si ju duk videoja, mua më pëlqeu, do ja rekomandoja shumë Berlock edhe do t'ju thoja që përdoreni kodin tim në mënyrë që të merrni sa më shumë ulje. Okej, ju falenderoj shumë edhe shihemi në videon tjetër me bebin. Ciao!